Pas dështimit për të votuar raportin e Komisionit për konfirmimin e mandateve, seanca konstituive u ndërpre. Reagimet e partive politike nuk munguan, për plasjet nisën menjëherë pas daljes nga sallat e kuvendit. Ti ndjekim ato. Mësuesi i seancës së sotme ka vendosur që për një situatë të tillë të re të krijuar të drejtohet Presidentit të Republikës Kosovës dhe rrjedhimisht është në diskrecionin e presidencës të kthejë një përgjigje ose të drejtohet gjykatës kushtetuese. Unë dorëheqjen e jap kur të vlerësojon, jo kur don ti. Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së betimit. Ne para dhënies betimit i kemi deponuar dorëheqjet tek shefi i qeverisë Albin Kurti, lista srpska dhe opozita e pamundsoi konstituimin e institucioneve ose hapin e parë zgjedhjen e kryetarit. Pavarësisht që kemi dhënë dorëheqje, unë kthehem në zyrën ku e kam të ministrit. Ne nuk mund ta votojmë një raport të tillë sepse është kundër kushtetues. Aktualisht në të njëjtën kohë që nga kryeministri Kurti, gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet po tentojnë që të mbajnë edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative, gjë që ndalon Kushtetuta e Republikës Kosovës. Por siç e keni parë, ndodhi një situatë pa precedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e Komisionit për verifikimin e quorumit dhe mandateve. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti. Në qoftë se është dhënë një letër dorëheqje dhe të njëjtët kanë vazhduar zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlerë ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministri i Kosovës. Pra ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës, të ketë një dorëheqje, mos varritet procedura e votimit dhe LDK do të votoj raportin me njëherë sapo tipet dorëheqja me 20 votat e palëkundurat Lidhjes Demokratike të Kosovës.